Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Trafiku i anijeve përmes ngushticës së Ormuzit po vazhdon të zvoglohet. Më shumë anije cisterne gazi dhe nafte po ngurojnë të kalojnë pasi i tremben rrezikut të një sulmi të mundshëm iranian. Firma e inteligjencës detare, Kepler, i ka thënë BBC Verify se lëvizjet e anijeve në ngushticë ranë me rreth 90% midis 2 dhe 3 marsit krahasuar me mesataren për periudhën nga 21 deri në 27 shkurti. Në 24 orët e fundit BBC Verify ka identifikuar të paktën 2 anije mallrash, të dhënat e gjurmimit të cilave tregojnë se ato udhëtuan nga lindja në perëndim përmes ngushticës së Ormuzit në gjirin persik. Kohët e fundit, sinjali gjurmuesve në bord të një numër anijesh përfshirë një me flamur të Indis është zhdukur ose ka treguar shenja bllokimi. Shqipëria filloi të përballet me rritjen e çmimit të karburanteve. Nga kjo e mërkur, filloi rritja deri në 6 lekë për litër në disa pika të karburanteve. Autoriteti i konkurrencës njofton se të gjitha ndërmarrjet që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve janë aktualisht në monitorim. Në njoftim, Autoriteti i konkurrencës thekson se nuk do të tolerojë luhatje të pajustifikuara të çmimeve. Sipas reagimit zyrtar, në rast se vërejnë luhatje të çmimeve që të kalojnë masën e ndryshimeve të çmimeve në bursat ndërkombëtare, autoriteti do të ndërmarrë masat e nevojshme sipas kompetencave të tij. Kosova merr masat për të parandaluar rritjen e çmimeve të karburanteve. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari, nënshkroi vendimin për caktimin e çmimeve të derivateve. Sipas njoftimit të Ministrisë në Kosovë, marzhet tregtare maksimale të lejuara në shitjen me shumicë janë deri në 2 cent për litër, ndërsa në shitjen me pakicë deri në 12 euro cent për litër. Vendimi vjen pas mbikëqyrjes së vazhdueshme të tregut të naftës, analizimit të evidencave ditore nga dogana e Kosovës dhe raporteve të Inspektoriatit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, ku është konstatuar se rritjet e çmimeve nga importi janë reflektuar mirë në çmimet e shitjes. Ish zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut të radhët opozitares maqedonase LSDM paralajmëroi se me përshkazimin e situatës në lindjen e mesme do të ketë pasoja edhe në ekonominë e vendit. Fatmir Bytyçi paralajmëron se efektet e para mund të ndihen brenda 2 javësh në rritjen e çmimeve dhe të inflacionit. Kritikat nuk munguan edhe ndaj sektorit privat dhe bizneseve, duke theksuar se në shumë raste kanë përfituar nga situatat e krizave duke rritur çmimet. Bizneset shpesh nuk janë sjellë në mënyrë etike gjatë krizave. Zakonisht fitimet më të mëdha i bëjnë pikërisht në periudha krize. Me masa të ndryshme, jemi përpjekur ta ndalim këtë, por përvoja tregon se kjo vazhdon të ndodhë, deklaroi Fatmir Bytyçi. Me herët, Ministria e Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut garantoi për rezervat e mjaftueshme në hidrokarbure për të përballuar një krizë të mundshme në tregtinë e naftës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës fajsuan Iranin për 2 atentate ndaj presidentit Donald Trump. Pete Hegseth deklaroi se personi që udhëhoqi një komplot për të vrarë Donald Trumpin u vra gjatë sulmeve ndaj Iranit. The leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump and President Trump got the last laugh. Udhëheci i njësisë që tentoi të vriste presidentin Trump është gjurmuar dhe është vrarë, tha Hegseth në një konferencë për shtyp. Komploti daton që nga viti 2024, kur prokurorët federal në administratën e Joe Biden akuzuan shtetasin iranian 51 vjeçar Farhad Shakeri dhe 2 të tjerë nga New Yorku për drejtim në një operacioni vrasje me pagesë në emër të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. Qëllimi sipas Departamentit të Drejtësisë në atë kohë ishte akmarrja për vrasjen nga Trump të generalit iranian Qasem Soleimani në vitin 2020. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.